I kam vajt në të vendi. Po, Guç, ti e që rrinë qëtësin të adhe në punët e tua, se. por e qëtësin time jam, po për zotin Olës, nuk e di që nëse këputer, pse ti dukesh I shpejt e I gatshëm kur u takuam bashkë, nuk e di pse si arrasin janë 2-3 grushta lepër. E ja, u takum për shok në ose Qa u takum kur ke filluar të bësh tërë ato gjeste, ta kishe këput Olës. Se kishe lëmë bëfra, gjugja është, me I shkut të se Unë ka respektu, e kam respektu. Qa respekte, bro, man. Unë e kam Arron qaj ndovi të burgu firit atje, ja këputën plan direkt në ty. Guç, kena harta një me I moment tjetës, ti ke bo gjitha. Së të kuptoj, Olës, edhe unë për Qo vlajnë pa të flasim, ti ke bo gjitha. Olës, unë të kuptoj, edhe unë për shikoj jetë. Kam bo gjitha. Mora lajmë për 4 javë të bëjmë baba me djarë. Ma dhe shala u shtosh. Amin, inshallah. Po jo me shati nga rëpte nga motrat, pa të bërë gjenjë riu e me do s'kema me njëri. Po, fjallë që s'do të më ushaj, po thamë që... Si e prit e ti ati në Barcelonë, ashtu e prita dhe unë në Fier, se meri me anë njëzve të mi, po kur në pa live me Alex Vishin, e kuptoj që të I ndovte diçka, e ndovin paranoja, erdi derte ure brostarit para se unë u fut në Fier, e bërë si kur e ha Gucci të erva në Fier unë tyja. Si kam pak të gjona për zonin, po. Po kishte ndodh një lojë fuqishme, 100 lekë ishte hedhë për kush fiton në një lojë këtu jo. Si vete gjenda me kode. Shpin 100.000 pikë këtu fiton në lojë fuqishme. E kisha bërë unë atë lojë me organizim, kisha dos një lojë për 100 pikë, po problemi është që s'mi je. Direct my back. White back, jam I let me u marrë pengë volësi. Jena mytë në përpurë që kuqa. Jena knasht. Po e burgu është pjesë e jetës o volësi. Jena kalu shumë gjona në jetë. Ani o gush dhe të bojnë gjona. Burgu me I let që ta jep zoti volës. Mere nga një njeri që ka bërë shumë burg. Burgu me I let që të le zoti të bësh. E ti si ta hap rrugën zotin atë burg vlo. Ti fua është burg. Je me haku tënde, e me të drejtën tënde. Është burgu me I let që mund të bësh edhe është si medalion vlo. Është burg medalioni. I kën burgu flak ashtu. Ti kë burgu flak, është burg medalioni. Edhe bësh me I zgjuar e me I rëzish. Ta flaj. Po, është gjë e bukur me vazhdu jetën, po tani ne I kemi hyrë një farë provë e rrugë. O guq, I ke dhonë provat një jetë. Po unë nuk kam vënë asë një provë të tani. E për TikTok-un o vla, kena shok për bashkë. Ke jetu, ke reziku, ke bo. Tani o vla është mua është, ke hyrë në I cikë tjetës. Unë dhe tani vetëm jam mbrojtur. Nuk kam hep grushtin akoma. E di, o guq, unë e di se... Flasim realitet. Edhe të kam të kasu, e di se që ati bje. Unë vetëm jam stokuar. Më mirë rrishet, shmangi, se përfundimi jo ti po dole me gjujt, do e kesh përfundimin të kesh për vetë date, se njerëzve normal, unë e di që kalot trunja dhe s'bo më mrapsh. Po pëse me hik dom, për qa me hik dom, o vla. Për qa me hik dom. Vetëm TikTok-u shqiptarë, o vlaj, vetëm neve në gjojmë këshu gjonash. Se t'hujt rrinë bëjnë TikTok të allin trapin, o vla. T'hujt bëjnë shaka. Interesante, orës. Vetëm ne bëjmë shumë. E ka bërë TikTok-un interesante që kur ke parë në njerë të hive 100 pik në loj big match, janë hedhë 100.000 pik. Po bëhet interesante. Po ti edhe po e fitove atë lojë, nuk I vene. Mirë tek unë hove një 400 pik.
Tek una ta garantoj janë herë një 400-500 k tek una. Po bëhet interesante sepse nga 100 k do kaloj një ditë, do vej 200-300 k, 1 milion pik. Po bëhet interesante, vlla. Për 1 milion pik, shkruaj një 10 emra tiktokera dhe të marrë pushë. Zotin jam gati tani, vlla. Ne ishim bëj grup të bukur. Por nuk është ndonjë gjë e madhe, vlla. Nuk është ndonjë gjë e madhe, ti e di vetë. Pa. Ka që vlla, ça duhet? 1 minutë gjys. Ça 2 minutë gjys, 10 sekonda punë. 1 minutë. Ore, shkosh të marrosh punë pikësh të vër. Një snipe të herë treshi me 100 k pik vajte 300.000. Ku fiton do të kundërshtari kundra aq pik? Nuk. Zotin po ta fam. E leqa. Por mbriti aty vëlla mendoj sikur ai se s'do i ndofte ndonjë gjë, vëlla. I ka lënë tjetri 5 gishta në fytyrë. 5 gishta në fytyrë ka ngrënë e i ka lënë vull 5 gishta, se ai duket është tipi kuq. E di si është skuq fytyra. Unë të reshne dhe kuqa, je i lezetshëm, kam respekt. Vetëm du të shoh mirë edhe sa më lartë. Edhe unë po provoj të i futem muzikës. Jepi muzikës, je vllaj, merr një koncert. Kam bërë një tekst të orës, po është jetë reale që të shëndovim vërtet, vlla. Dëgjoj pak. O Gji, folë Gji. Qa do bëjmë Gji? Do bëjmë bie të se lagjes, shesi pika në për mace, ngorë një nga macet nga ushqimi që i jep, ngrihet vlerë telefonit mbi 300 lek. Këtë gjuar t'i kur të ngorë macja nga ushqimi qa ushqimi ke, vlla. Po i ke Ne çunat e Londrës nuk i përziem shumë ushqimet, vlla, ne puro. Atje vi i përzim direkt, do s'kena përzim. Jo, kur ke kusho si unë rëp të shpisë, sidomos kur vjen me ato gomonen aty që e mbante pak ajo e zeza që e mbulonte mbas paketit. Ajo gomoni, ajo është e mirë, Ja vej që mos laget atë vllai, se e sillin me ujë, ne. Fot shoku. O Gji, vjen me ujë ajo o guçva dhe pranaj vetë gomoni. Kupton? Fot shoku tani o Gji, po s'kemi ushqim. I fot Gyçi. Njofa një djalë nga Elbasani. Isha brenda në burg, njofa një djalë nga Elbasani. Më fat parën e ke falmi, dytën e ke me lek, tretën ke me tregu sa i vërtet. Kupton ti? O, këmë vdish, la. I ka guqë, i për shafër. Këtë i kësh pa për lojë. Hajde bëjmë i dojë. Sa kemi shumë rrështë, jam i dojë. Jam i dojë, në s'kam lujë. S'kam hyrë, kam hyrë rrallë. Pa vërtetën, Olsi, ne dy më të vërtetit që jemi në këtë platformë në lanë tërë vetën. Në galon vetë, nuk kena bëj gjujtje në o guqa. Jo, unë kam bërtë pa vërtetën, po këto kohë të fundit në këtë platformë vetëm jam mbrojtur. Po qa po thëmë, po leja ato, kanë hikë qa kena bëj atërë, o guqa, ta leja o shumë. është punë interesante kjo, rrugë e gangsterit, vlose. Harron tjetri Gyçi feri 10 veta në përbuqje. Po i o guqo, sa e që zgjohesh në gjes, duhet tjetosh... Po njëzit herë pëse sa shma qysh ka qenë ai. Këtë jetë gangsteri është si kur duhet pësh në një gjujtje çdo ditë o çdo javë, që të fo njëzit. Çdo ditë o vlaj, po kalovi 3 ditë s'quhet. Nuk zotin. Unë me Olsen gjithmonë kam në live, bro. Po erdha do tani në Londër, do vi takoj. Mirë se të vish, Olsen, të takoj për zonë. Takoj për shërë.
Se kam Shumë Klevjo do ndodhin probleme po erdhi Klevjo për koncert në Londër. Është erdhi në Londër, po besoj se ka dhe shok ti. Po ja, më kesh. Klevjo ka po besoj se vjen në Londër se s'ka. Klevjo ka shar Hellbangers, shau vjenzi nga motra. Hellbangers akoma. Ka hekrin nga parkingi miqe, akoma do të vinte në Dubai me kap Klevjo. Grupi OTR është një nga grupet më të fuqishme në Angli, që mund të jenë mbi 300 veta në South London. Unë jam nga Northi, ata janë nga jugu. Unë jam nga veriu Anglisë, ata janë nga jugu. Klevjo si pa prekshëm o Guxho. Mirë, po të thamë të jetë keq. Po jetë bodyguard. Po shok, muhabeti është se këto grupet a kanë shtëpia në Shqipëri? Por nuk është në një gjë për ata, se nuk e mendoj dy herë, po këta për njëri tjetrin. A di si bërë Shqipëri o Guxho kështu? Po shton ty vëlla. Këta edhe të urrejnë njëri tjetrin. Kishte zjarret për Zotin. Këta edhe të urrejnë njëri tjetrin. Kishte zjarri për Guxho si për vitrinë. Ore ndodhin fishek zjarri, po. Ka kërcit atëre ku ka qenë halli, po sot o Guxho bëhet fjalë vetëm trupi milionerë. Vetëm trup. Vërtetën është gjë e rrezikshme me fishek zjarri ashtu se në 2026 në fishek zjarri. Për Zotin gjollentat. I ka hull fishek zjarrit kur ka qenë halli. Tani 1 milion euro vetëm trup. Se kam të 500 që vajta para 3 javës. Ja bo kështu. Klasi i fishek zjarrit, ta marrë. Por si, a do të tregoj llogaritë e bankës jam të 500 që unë, po. Besoj të kanë treguar ta çu. E di më zëran pa, va. Ti u dhe sa ishte. E ka pa 500 që nuk vetëm brenda një lëvizje, vëlla. Priti tani, vëlla, sa të më lirojnë pak ato të Francës, e keme pati. Problemi që më ka zënë meraku mua, e di ku më ka zënë meraku e ankthi. Se ka marrë vesh do ndodhi diçka këtë muaj. Edhe kam merak se do thonë që ja bëra unë. Aty është meraku i. Largohu ti. Unë po rri live 24 orë. Në për kamera, mos lëviz. Po, seriozisht do. Këta mund të kemë probleme me njëri tjetrin, po për njëri tjetrin japi shpirt e lën shpirt, kur vjen te tipa si Klevjo unë. E di si bashkohen. Po, dhe të me pam, o Guxho nuk është puna. E nes cigaren ti e pi. Duhet dish që kjo cigare të dëmton. Ore, mira e cigare dëmton, se në pasë të të ishi. Gjo këtu, gjithmonë kur e nis i diçka duhet dish funin. Se si del, se fillim e mirë që në gjithë. Por si, mirë cigare jote mund dëmtoj se të heq 5 minuta nga jeta që afo doktori. Po e diti cigare e çunave që jemi rritë të në Londër ka një faroj Sprite që as nuk dalloj e të respekton tjetëri me një frak në zemër diri. Por më gjë vllajnë tate. Janë ca cigare që nuk bësh, nuk dhesh more. Po unë svitini. Po flasim të spicy këta. Po unë svitini nuk ka këthim more. Kështu. Guxho. Kur do vi Klevjo Klevës? Do vi Klevjo asë të Se vajti audiencat 1000 sa veta. Që du më e hike, përse këtë janë audiencat. Që do bëhem? Marrin qarë kjo dhe audienca, se maj do të vedhe në shumë. Si na harroj Klevjo nërë. Po pse të harroj? Na harroj me rëshpi imaginojrë. Sidomos tani që Klevjo ka kap 1 milion me 500.000, disa të rrezikshëm ishin bërë në live. 1 milion thutir, 1 milion vetëm shuar në trup. 1 milion trup. 1 milion në trupër, jo kështu se kështu nuk dihet ku ka shku, o vlaj. Unë të vetëm trup, o vlaj. Se vete ma Shqipëri unë rëplushin a shafër firit. Jo, ti të ka dash gjithmonë e bërë dhe kur ishim atëherë. Pa i këtë që më ka dash rëmë bërë jaq me nerva gati e grima në burgun e firit rë. Se, au ta kut, më vërtet. Au ta kut.
Për zotin t'ishte qasur, të 8 shunat e pan t'ishte qasur dhe kisha lënë në vend. Që unë të dy në hobor, unë i plagos më krah, hajde në qik tu i fash. Dhe kisha lënë mund të therët. Aq me nerva isha bërë mas sharës. Po si do ishe lënë vend, mëzi? Gango është... E kisha put me majtë. Si gango. Për zotin e kisha put tim. Po ti atyre se kalova mirë. Të them një gjë, ashtu më fan telefona i fa, më mirë fu e këshu në internet, pa folëm telefon bas asaj. Po një gjë, nuk e dia që i kishte ndruar jetë babi Ramet e qofti xhenetit. Po, ja aq nerva sa më bërë, keq punë. A u takut si shok, a u takut shumë? Se u takut me mishe me shok? Jo më vajta të vizitoja Dajën aty, isha i plagosur. Në mëngjes, ndodhja në Durrës, në mëngjes vajta në vizitë burgu Fieri. Që unë Klevjo në Rosje, po unë se dhja që Klevjo ishte për pushtime. Unë ty të kam gjusës që ke thonë atë u takova me gango, më kalu mirë me kështu. Unë s'kam se më Klevjo, s'kam folë e për të më. Dhe ti që të kam gjutë ju atëre që pa të thonë. Po e ke takuar Klevjon apo fare? Se kam takuar se s'kam shoshe për ju. Dhe të takoj besoj tani kur të vinë zvitë në zëri. Ka respektuar me dhe një gjë? Ka respektu gjithë jetës, mo. Në që do të më respektu? Respektin është reciprok. Në ka respektu e kam respektu. Jam tip që kërkoj në bërëzër. Në vërtet në rëpë. Unë ku futesha në live e gjerë Klevjon me 700 veta rëpë dhe prapë vetëm dhe të rria me Klevjon, ishte si therapirë. Mëre na, një vëllaj. Terapist Klevjon. Po nëzirë situata rëpë. I këtë qa kule minërët. Që i ke për luft, atë i gocë për i. Ha? Që i ke për luft. Që kam për luft? Po, pas ka për i deri. Hajde provoj një në Londrën në vllaj, shikoj qa luft e ashtë. Kam unë shoke miqe, kam kushori atje. Ore, ke shoke miq, po nuk ke shoke miq që janë aq thellë sa kemi qenë sa jemi. A di ti që do me thënë me televizjen para 200 kamera? Guqo. Kam ca miq në Londër unë, që kanë ja 20 vjetë atje. Po, vëlla. Ka qenë nga të parët. Ore, kanë qenë nga të partë. Po, ke parti lëvizje para 200 kamerave, prapë mos dije, mos marri vesh kush. Jetën që ke botin Londër Guqo, e kena bon Tiranë. Londra është me sopata. Me sopata? Tirana është me e keqe se Londra Guqo. Ashtu duket Londra dit. Tirana është me e keqe. Është një nga ato gjëra që duhet ta jetosh që ta kuptosh, Olës. Nuk di që ta shpjegoje. Po e ti më bë. E kam parasysh, e kam shok, kam miq, kam tregu. Si për shembull kemi artista si BM që flasin për fishkullimi. Kush është BM? Këngëtari i BM, ku mendon se i ka marrë ato idetë e fishkullimit, kur dilte Gyçi me fishkullues? Kush është BM? E mirte vesh tërë zonën kur të nxirrte Guçi fishkullimin. Kush është BM? Ka shumë këngë vëlla që mund dëgjosh historitë që del fishkulluesi. Ta thua bisht të ky Londra vrasin se zakët.
Pa i ka bishit. Për mendimin tim, vendet më të rrezikshme janë Tirana, Athina. Je gabim, vlla, Londra. Po çaj Londra, Guço. Londra është shur Londra zien shur si në kohë si kalamaj. U kanë qenë kalamaj, u boshin 20 veta, u zishin. Vllai, u bëhet fjalë 10 tjetri, fup, çuf. Shifemi kur më vrasin mu. Jo, atë zihemi, ato janë në botën e. Mirë, ndodhin këto gjëra, mu ndodhi një vrasje në Samoa aty. A diti brenda 2-3 javë, ndodhin nga 2-3 nga 5 vrasje këtej. Juve mendoni sikur ju mendoni sikur ne dalim vetëm me biçakun edhe 20 veta me biçaka e me baseball bata edhe aksidentalisht vdiq tjetri. Po them që po Sa vrasje kanë ndodhur me armë deri tani në Londër, sa ke qef. Futu tani në internet, vetëm këtë muaj mund t'jem vrap 5 veta vetëm nga armë. Po e hanë fëmijët kot, aq shumë po gjuhen armë këtej që po e hanë fëmijë. Po e hanë fëmijë 4-5 vjeç plumaqor që po vdesin, po plagosen. Po është diçka që vetëm po ndodh, është diçka që ka ndodhur vit në vit. Këtë vit mund t'jem plagosur një 6-7 fëmijë aksidentalisht ku janë gjuajt armët. Nga 4 vjeç paralizuar fëmijët. Bëhet fjalë që janë 1 milion rraca, edhe normal që do nolli, do dalin në një rrot kari, do vritet. 1 milion rraca? Janë vrapur. 1 milion rraca në Londër, Londra 4.000. Kush janë grup? Kush janë më të fortë në Londër? Çfarë racë është më e fortë? Çfarë racë është më e fortë? Ne, problemi e di që është, Olës. E di ku është problemi më i madh. Ne shqiptarët po pengohemi me brek të njëri tjetrit, vlla. Kush janë më të fortit në Londër, vlla? Kush janë racë që marrin, që kanë më shumë? Ne shqiptarët po pengohemi me njëri tjetrin. Po pengohemi kot. Po shqiptarët vjedhin njëri tjetrin në po e dim një më betë. Po them kush racë është më e fortë. Por unë pranoj vetëm, raca më e fortë, e di kush është? Grupi më i fortë, polica. Vetëm policat kanë bërë një 5 heqje, 10 heqje. Ha? Por e kanë bërë policat një 5 heqje, rrët. Kanë filluar policat po marrin, e di qysh bëjnë lota në sy ande nga Amerika. E di qysh bëjnë lotra në përsy në Amerikë. Që fot kanë bërë një lëvizje. Kanë filluar policat rrët, po vën lota në përsy. Policat e vëlla. Po, mendova se më zori me hoqë. 4 njerëz thot njoni këtu, ka pyet ChatGPT-n, për 10 muaj 4 njerëz janë vrarë në Londër me armë. 4 njerëz? Po, i ka thonë ChatGPT edhe i ka pyet. Mos shikoti gjërat që po tregojnë kështu që nuk po jipen, e disa gjëra që nuk janë vënë. Si gjuhetja ime, u vënë për lajme në Londër, jo, unë isha mes qendrës Londrës. Është e egër, janë 4 milion banor. Ke parti del në errësirë ti, mirë unë e ti dukemi natën, po ka raza që as nuk shikohen. 10. Dikush këtu pe kontrolloj 59, ka ndodhur brenda 10 muaj. 12. Po burgjet, kush i kontrollon? Burgjet? Se është bërë aq lëms situata vetëm burgje, vlla kanë filluar në Francë i ke zënë me kështu, me banda. Në Francë qa banda, se është jo, më ketë kam aq ka të pasi unë që ka filluar një voj gjarpëri që nuk mirët vesh kush ka qilin. Shiko
qa kishte ndova ndi vëlla që as nuk dua me përmend kushëri vet, kishte palos kushërinë e vet ande nga Mirë më bëra që halë shenë, në mërgimit kushëri me vra kushëri. Ajo është halë tjetër, nga më them, vrasje kriminalistike, jo kështu se vrasje kështu, nëlle jo vëlla, se po vret vlajnë, po vret gruja burrin gruan, po them vrasje mafioza. Se kështu, Një gjë ka del vret 30 vjet dhe jashtë, po është Dëgjoj pak të gjavës. Çdo lëvizje që është bërë në ato ujë lëndime që është bërë këtu në Londër, të tërë kapen, të gjithë janë të kapur e prap rrezikojnë e provojnë çunat. Imagjinoj të gjithë janë kap, nuk ka asnjë njeri që ka dalë ka bërë një lëvizje që ka shpëtuar. Kapen edhe e luftojnë 1 vit, 2 vjet me përgjyqje që të dalin. E prap pyeten që po i kërkojnë që ka do bëj pyetje se i arrit në Londër, po vëlla, kush është grupi më i rrezikshëm që ka ekzistuar në Londër dhe që është edhe sot, që vej gjoba, që paguajnë taksa lokale, gjona, pa ka kështu grupesh aty? Ore ka pat ata që na kishin e 500 vjet. Që kishin e shqiptar. Kishin e shqiptar 500 vjet. Ata kanë qenë, kanë pasmuar kështu. Ata mund të kenë. Për shembull, kem Francë shoku, bone lokal ti. Cilin letër ata, thënë do pagush taksë shoku që ta mbrojmë lokalin, ose do ta djegin. Se pagujte ti taksën, në vita djegaj. A kupton? Atje në Londër ka kështu ekziston këto gjëra. Se unë për Francën çfarë di? Se ekziston Ols, po është një farë gjë që ka njerëz që po kapin më shumë. Si ta them aty. Ece ti me makinë, Ols. Bleve një makinë të 200-300 mijë. Bum, vjen ta këput tjetëri makinën e vlla. E morë një 300 plus vetëm nga sigurimi i makinës. Po. A e di sa janë shfrytzuar në përburgje. Futeshin këta barbonat në përburgje që nuk kanë shtëpia që flen rrugëve. Që vetëm pinë kuqe e pinë bidon. Po. Të në burgë ata rëshkasin e Djegje makina që këto gjona, ata i bëjnë në burgë, drogaxhit. Ore, qas ka ndodhë djegje makina, ka ndodhë qojtje, qas ka ndodhë volsi, man. U dojtë të Londra atëherë, vëlla. U ngritën 200.000 veta që dojtën të Londrën. Ore, po të famë është aqë keqë, nuk mund qasesh. Mu Londra, Në Shqipëri ka pëlqyer. Në Shqipëri tani ka përgur moshat e reja. Ka pas më arshu para 15 vjet në Londër. Po s'ka marrë vetëm për faktin e Në Shqipëri kanë filluar racat të çunat e rinj që po rrin me fika me kështu. Ore këtu i ke të 1-5 veta e